Autoritetet shqiptare rinisin lëvizjet për identifikimin e varreve të ushtarëve grek të rënë në territorin e Republikës së Shqipërisë gjatë luftës greko-italiane të viteve 1920-1941, në bazë të një marrëveshje të vitit 2010 dhe një urdhri të vitit 2012. Duket se ka mjaftuar vizita e disa ditëve më parë kryediplomatit grek në Tiranë Nikos Kocias, që palët të rinisin kërkimet për zbulimin e ushtrisë së vdekur. Ndonë se historian, specialistë dhe disa politikan kanë hedhur poshtë pretendimet e Athinës për rreth 11-12.000 ushtar grek të rënë në Shqipëri, pala greke ka kushtëzuar procesin e integrimit me plotësimin e kësaj kërkese. Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme kanë riaktivizuar grupin e punës për të kërkuar eshtrat e pretenduara të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës së dytë botërore. Grupi i punës përbëhet nga përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes, funksionar të forcave të armatosura, përfaqësues të Ministrisë së Brendshme dhe specialistë të Arkivit të Shtetit. Sipas Ministrisë së Jashtme, ngritja e grupit të punës është bërë me një vendim para vitit 2013 i firmosur nga ish-kryeministri Sali Berisha pas marrëveshjes së vitit 2010 mes Tiranës dhe Athinës për varrezat e ushtarëve grek në Shqipëri. Gjithsesi, ka ndryshime nëse grupi i mëparshëm i punës i ngritur me urdhër të ish-kryeministrit Sali Berisha do t'i ketë të mbijetuar rotacionit politik dhe valës së ndryshimeve nëpër dikastere gjatë 3 viteve të fundit. Pikpyetje ngrihen dhe mbi detyrat dhe misionin e grupit të punës. Në kushtet kur në zbatim të marrëveshjes së 2010-s është ngritur dhe ka funksionuar për disa vite një komitet, rezultatet e të cilit mbeten të mjegullta, por me siguri larg pretendimeve të palës greke.